Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme me mua Tiron Alilin. Uroj një herë që të keni nisur një ditë të mbar, të filloni një javë të mbar. Jemi në javën e Krishtlindjeve. Shpreh kënaqësinë që t'ju uroj të gjithëve gëzuar këtë javë dhe lut ju vinë Krishtlindjet e mbara dhe shumë të lumtura. Ditën e sotme nuk do ta nisim në një ambient atmosfere, do ta nisim me një luftë virtuale që në fakt po vazhdon që në Big Brother VIP Albania 2. Anajt Kaloti dhe Luis Eili. Dalja e djeshme, do me thënë janë dalje të ralla të Luisit, por janë nga ato daljet që në fakt krijojnë bombë, krijojnë dinamik. Dhe dalja e djeshme e Luis Eilit ka krijuar një dinamik virtuale. Në një prezantim që normalisht ishte përzgjedhur nga produksioni i televizionit Top Channel apo më konkretisht nga autorët e fan klubit që Luizi të jetë pikërisht personazhi i cili ta hapën këtë fan klub, nuk ka shkuar normal Luizi me dëshirën e vet, sepse pa pyetur, pa vendosur nuk mund të dalësh në sken, por do me thënë Luizi u përmend që në prime-in e parë nga ana e Ledion Liço. Ledion Liço ishte ai që e përmendi, duke thënë që Seno a do të jesh një Luiz i dytë apo jo, do me thënë u bë pjesë edhe spektaklit të pestë Luis Eili, por gjithsesi Luizi foli fjalë të ngrohta, fjalë të shpirtit apo sekrete që në fakt i din vetëm ai dhe Kiara, që ka patur njerëz që Kiarën kanë dashur ta lënë nën hije, por derisa e ka Luizi në krah, në asnjë mënyrë ajo nuk mund të mbetet nën hije. Por për këtë monolog që Luizi pati me publikun, ka reaguar Anajt Kaloti duke shkëputur fotografinë me një screenshot nga videoja e Top Channelit dhe duke publikuar në Instagramin e tij. Ai ka thënë, dikush t'i thot dikujt që drama nuk shet më. Lufta me produksionin ka mbaruar dhe për më tepër, Kiara është gjallë dhe në ekranin më të fortë shqiptar. Top Channel nuk është armik i popullit edhe i partisë, për më tepër, Kiarën se ka lënë njëri në hije. As më shumë se Donja Memën, as më shumë se Albana Osmanin, as më pak se Arbana Osmanin, as më shumë se Eno Popin, Fioralba Ponarin, apo Ilnisa Agolin. As më shumë, thot, se as një personazh tjetër, as më pak e as më shumë se ata që ishin aty nga dita e parë kur ushtruan hekurat dhe u hodhën edhe themelet që nga Top Albania Radio. Kiara përkundrazi, thot, është në Portokalli prej 2 vitesh. Ishte te fan klubi Dancing with the Stars, tani është në fan klub të Big Brother VIP dhe Kiara me të thënë të drejtën më duket shumë mirënjohëse. Ne burrat gjithmonë prishim punë, kur gjas me zotohemi të mbrojmë gratë nga e padrejta, sidomos ato të suksesshmet. Ky është reagimi në fakt që ka bërë Anajt Kaloti në Instagramin e tij, që normalisht këtë luftë virtuale nuk do ta lejonte Luizi pa komentuar. Luizi ka thënë, dikush t'i thot dikujt mos ha, se përballë do të thuash më fal prap. Kjo nënkupton që Anajti dhe Luizi, do me thënë pas kanë patur një luftë virtuale të 2 më herët që janë takuar dhe në kupton që Anajdi pas ka kërkuar falje nga reagimi i Luizit, sepse thot do kërkosh prap falje. I bie që Anajdi një heri pas ka kërkuar falje Luizit. Mua nuk më duket e tepër që një bashkëshor të flet për gruan e tij, për rrugtimin e suksesit të gruas së tij, nuk më duket e tepërt, por përkundrazi dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju këtë dinamik?